Eventualisht, ta bëjnë një koalicion të madh. Mos më morë vesh që në këtë punë, mi kalu shkurt, të vitit kalum, dhe sa janë një vit të gjys, dhe më na para një viti e kem pas që të rezultat një vit të gjys, Kurti na ka qunë zgjedhje dhe ka rrit rezultatin edhe s'ka bë qeveri. Po do të mjaft është mjaft. Po çka i gutët Kurtit dhe? Po jo vetëm Kurti dhe këtyre tjerëve se Kurti se bën dot presidenti vet. Kurti ka dorë. Ai ka shumicën se tash na mund më thon ka rënë VZ, po Albin Kurti domethënë ka prap shumicën. Pa Albin Kurtin s'bëhet presidenti. Këta kë ka me çu, po aki mendohet prap 10 orë me nxon, nuk është ka i gutët edhe nuk po don me bë qeverinë. Arsyet i din ai më mirë, sepse nëse ti ki 51.1%, shka të vynë o vlla presidenti? Ti do shmëkon dishka, jo fort në regull, 51.1% apë në qanë zgjede. Ku je nis? Aj s'mundet aj njërë me jetu normal. Aj do më thonë si tensione, kriza, gjykata kushtetuse, ku ta di une. Do më thonë aj ose ka mundohet kështu me bo. Me na shty, do më thonë sa të mundet, vazhdimisht kom thonë që kjo ju ka tut. Po e parashikoj një situatë njëjtë atë të vitit 2025. Jo s'pe parashikoj, veç për marrë shembull 2 palë zgjedhje. Ai ka pas 42, na ka qenë zgjedhje, ka marrë 51%, na ka qenë zgjedhje. Tash këto pallavrat atë, jo se bo opozita, ja këto janë pallavra si besa kërkosh. Nëse ti i ki 51%, edhe nuk po i gatshëm presidentin me dhënë dikuj. Po me 51% s'mundet me zgjedh presidentin. Për presidentin duhet më shumë vota. Po dhe? Kështu që duhet më ullë edhe me oferta ka qenë kandidat konsensual. Nuk kanë desh. Po pallavra, ti po fol pallavra. Veç pak. 51% i ki. Po. Edhe ti ajo është për qeveri. Ajo është për qeveri. Po dhe, po sa vota vjen për qeveri. Për president nevojitin më shumë. Po, absolutisht. Edhe ajo nuk është përgjegjësi veç e një partie. Është e gjithave, edhe opozita i ka. Po dhe kush e ka përgjegjësinë më të madhe? Partia në pushtet. Absolutisht. Edhe ajo ja ofroi, tha, hajde, sillni trema. Këto teme s'du me diskutu këto kush e ka çu vendin zgjedhje se dihet kjo punë. Jo, nuk dihet, kjo është interpretimi i Albin Kurtit. Edhe qyshënia çastjen e tij, domethënë ai ka pas në zgjedhjet e kaluara ka qenë fitues me 42%, në zgjedhjet e fundit me 51% na ka çuar zgjedhje. Tash ka pas ka ndryshuar Albin Kurti që prap mos më na çuar zgjedhje. Ai presidentin e ka, qeverinë e ka, këtë domethënë xhipat i ka, kreti ka.